الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. E falenderojmë Allahun që meriton falendrim të veçantë. Allahun e madhrojmë, salatë dhe selame i çojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithë ju të pranishëm kemi ardhur sot me kry obligimin e parë e falem namazin e xhenazës të një njeriu i cili ka dashur Allahun dhe pejgamberin, një shpirt me një energji të madhe për ta shërby Islamin, për t'i shërby musliman, dhe obligimi joni vetëmi që të vorët pas faljes e namazit është mirë është më dëgju me vëmendje, për këtë fjalë jemi të krijuar, për këtë fjalë jetojmë, edhe për këtë fjalë duhet me vdek, ajo është fjala e shahadetit. E prandaj sunnet, prej sunnetit Resulullahit a.s. është të vorët, me thonë, Allahumma thabbithu ala al-qawli thabit ya muthabbit al-qulub. Allahumma thabbithu ala al-qawli thabit ya muthabbit al-qulub. Allahumma thabbithu ala al-qawli thabit ya muthabbit al-qulub. Që do të thotë, o Allah, forcoje Haxhi Rexhepin këtë vëllaun ton me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Thot Allahu në Kur'anin famlar, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah i forcon njerëzit që besuan Allahun fil hayati dunya, në dynja me bë punë të mira. Wa fil akhirah, Ibn Abbas radiallahu anhu thot, Allahu e forcon në natën e vorit, që vori kur vjen melaqa me pyet men rabbuk, men dinuk, wa men nabijuk, kush është Allahu jot, feja jote dhe pejgamberi jot, ka me thonë me lajlëk, Rabbi Allah, dinën në Islam vë nabijën e Muhammed a.s. Wa fil akhira, fitoria më e madhe është fitoria kur ta thuash në varr këtë fjalë. Se ne thu këtë fjalë në varr asnjëherë derisa nuk e thu mbi varr. Prandaj Haxhi Rexhepi ka jetu me këtë fjalë, ka thirr njerëzit në këtë fjalë, ka vepruar në këtë fjalë, edhe nuk ka fitore më të madhe se ata që e ndërtojnë vorrin e tyre para se me hinë te. S'ka vend më të mirë në dynjat se vorri. S'ka vend më të trishtum se vorri. Vorri ndërtohet mbi dhe derisa i bën sejdë Allahut. Vorri ndërtohet mbi dhe derisa i bën davet njerëzit. Varri ndërtohet derisa ti i shërben muslimanët. Prandaj veçoria e Haxhi Rexhepit u përmend kalimthi, unë i kam vetëm 3 veçori që i kam hetu te ky burr, që ka qenë me një energji pozitive shumë të madhe, për çka? Për t'i shkolluar evlat dhe ka dashur të rinin të cilën kanë mësuar sidomos në rrugën e dinit Allahut. 1. Do të thotë mbushjen e mendjes me dituri. E dyta, Haxhi Rexhepi ka qenë një njeri i veçantë i cili u ka mbush barkin njerëzve të varfër në kohëna më të vështira, me shokë dhe vetë dhe me mallin e tij dhe me shoqërinë e tij, saqë një ditë prej ditëve i ka thonë që ti vllau tem molla Ismetit është ngushtu se ka lyp ndihma për mi ndihmu muslimanëve, e i ka thonë o bab, rri, a nuk djen marrë me lyp? Ka thonë ti a don me prish këtë lidhje me mu, edhe më ndal në rrugën e Zotit mi shërby njerëzit? Prandaj wat'imu ta'am, mi dhon ushqim njerëzve, që transmeton Abdullah ibn Selami është prej Islamit, edhe ky njeri ka dhënë ushqim njerëzve shumë. Ky njeri mas gjithë provave që pat me shëndetin e tij, unë jam dëshmitar, pas operacionit të kamës të tij, e ka pas gajlën e strehimit të njerëzve të varfër, edhe vallahi ka shkue në atë gjendje të rëndë të shëndetit të tij, ka shkuja u ka bajt gajlën njerëzve që nuk kanë streh për t'i siguruar streh atyre. Allahun e lut se kam shumë për të thonë, por ne jemi gjithë këtu dëshmitar dhe ky shkup dhe ky xhamat që Haxhi Rexhepi ka qenë një shpirt madh, ka qenë një njeri ambicioz, ka qenë një njeri që ka dashur Allahun dhe pejgamberin. E lutim Allahun që ky varr të jetë nga baçët e xhennetit. Ku është vorri Muhamedit a.s. është në Medinë, që sa? Është që 1400 vjet. Ku është vorri Ibrahimit? Ku është vorri Musait? Ku
ku është varri gjithë pejgamberëve, ku është varret e baballarëve ton, janë me mia vite. Prandaj thash vendi më i mirë në rrezullin toksor është varri, të cilën ka thënë Osmani radiallahu anhu, o Allah ma ban varrin nga baqet e xhennetit, se stacioni i parë i ahiretit është varri. Nëse çtu e ki xhennet, edhe në ata e ki xhennet. Nëse çtu e ki naudhu bila xhehenem, edhe në ata e ki xhehenem. Unë kam shpresë të madhe që Haxhi Rexhepi është dhe do të jetë në këtë varr një nga shtëpit, nga baqet e xhennetit. E lutim Allahun që Allahu ta ban nga baqet e xhennetit. Allahu gjunahet eventuale af dhe magfiret ja ban. Nga gjithë ju kërkojmë t'ja bani halal nëse ka ndonjë hak ndaj dikujna. Kërkojmë halallëk ndaj gjithë juve, do të thotë që ju do të t'ja bani halal rahmetlijës. T'ja bani halal rahmetlijës. Allahu ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.